Më thanë që ishte ti e budalla që jep lek borxh njerëzve dhe pastaj të vjetur me ja kërku mrapsh. Një mos shoku jot ty vëlla, gjithë ky muhabet, gjithë ky budallik ka nis nga mendimi që ka ai person për ty. Ai personi që të ka marrë borxh, ty, ose të konsideron shumë person të mirë, shumë shok të mirë, ose të konsideron budall. Kështu që bashkë me lekët e borxhit që do ja marrësh mrapsh, duhet marrësh vesh se çfarë mendimi ka ai person për ty. Dhe kesh të dyja bashkë. Ty të vjen zor me i thonë ne mrapsh lekët e borxhit. Kafe pi me këtë person ti? Shumë bukur. Herën tjetër që do pish kafe me këtë personi, shko ti i pari te kafja, merr telefon dhe thyn, "Merri paketë cigare se harrova me ble." Ai do të thillë paketën, ti do t'i japësh 3000 lekë për paketën. Ti bëj sikur harrove. Muhabetin më normal te tavolinët e kafje, boje me qesh, muhabet normal komplet deri në fund kur ti harron me pagu. E kupton pse ku do me dal me këtë muhabet? Ty të vjen zor me i kërku lekët e borxhit mbrapsht, po duhet të fillosh diku ama, se ky ka harru, s'ka për të kthyr ndonjëherë. Kështu që detyra jote është t'ia kujtosh indirekt. Ti do shkoj mene me të kërku 3000 lekë në paketës. Po unë si kam dhënë ala 200.000 lekë që i kam bërë ti. Pra vetëm gjë që do të bëni është të kërkoni minin nder. Nëse ti ke çadrën me vete dhe fillon me rashi, fut edhe atë te çadra, jepja çadrën dorë se konstat shoh telefonin dhe harro me amor prap. Ai duhet ta maj çadrën tash. Këto janë gjëra shumë vogla, po janë shumë toksike ama. Ti ke kujtuar që të ka lek borxh pa i thonë as i fjalë. Me këtë metodë, nëse praktikon do fitosh 3 gjëra, jo vetëm një. Do fitosh lekët e borxhit mbrapsht janë tuaja, gjithsesi duhet të kishte dhënë me kohë. E dyta, nga këto muhabete do kuptoni çfarë mendimi ka ai person për ty, a mendon se je shok i mirë apo mendon se je budall, prandaj kërkon lek. Dhe e treta dhe më së bashëndësishme, ti o plak pas ke turp me kërku lekët e tuaja, mase do stërvitesh, se nuk është mirë kështu.